Dhjetra banorë të fshatit Hotolisht në qytetin e Librazhit protestuan sot ndaj ndërtimit të rrugës Elbasan Qaftan, i cili prek drejt për së drejti komunitetin e tyre. Projekti rrugor për zgjerimin e rrugës Elbasan Qaftan kalon mes përmes fshatit të tyre, duke prekur kësaj 25 shtëpi. Sot nuk jemi këtu për të bërë show. Ne jemi këtu sepse jeta dhe shtëpit tona janë në rrezik. Sepse një vendim i marrë pa transparencë, pa konsultim dhe mbi të gjitha pa drejtësi, po na shemb jetën në dokument në dorë. Nuk jemi kundër të zhvillimit, jemi kundër shkatrimit, që po vjen në emër të zhvillimit. Projekti aktual i rrugës që pritet të kalojë mes përmes fshatit Hotolisht nuk është rrugë zhvillimi, është një shkelje flagrante e të drejtave tona si banorë dhe qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Kemi kërkuar transparencë që cili është projekti, ndërsa ne ndërkohë që mbledhemi kërkojmë vjen autoritetet dhe thonë më thuaj ku shpreket, duan një listë nga ana jonë. Po si ka mundësi ta di unë nëse ti nuk më thua ku është projekti? Projekti i parë ishte një shkatrim, thonë që nuk është ai, do të bëhet një tjetër. Asnjë lloj projekti nuk është ai që duhet, vetëse me tunel që të shpëtohen bizneset edhe familjet. Pak ditë më parë, ministra Belinda Balluku u shpreh se do t'i takonte banorët për të dëgjuar shqetësimet e tyre. Mirëpo, edhe pse ata pritën 3 orë, ajo nuk u shfaq në takim. Banorët shprehen se do ta vijojnë rezistencën e tyre deri në momentin që nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë të ketë një projekt i cili nuk cënon komunitetin e tyre. Ka gati një vit që pushtetarët sorollaten duke mos treguar kush është projekti. Në pikë parë duhet të tregonin me kohë domthon projekti është ky. Pastaj reagimi do ishte ndryshe. Këtu ka një abuzim shumë madh me gjithë sensibilitetin e qytetarëve. Ka një pakujdesi që pavarësisht nga protesta, pavarësisht nga peticioni që ishin gati 500 kusur, as bashkia, as këshilli bashkiak, as qeveria, as drejtoria nuk kanë kthyer një përgjigje serioze, që në fund fare kur një komunitet si do edhe 10 veta, jo pastaj 500.000 veta, bën një reagim, ta janë përfaqësuesit e gati 5.000 a 10.000 banorëve në zonën e Hotolishtit, duan një reagim se këtu prishet ekonomia, prishet jeta e këtyre. Protesta u mbyll në mënyrë paqësore, ndërsa banorët u shprehen se do të rikthehen sërish të dielën e ardhshme nëse deri atëherë nuk marrin një përgjigje konkrete.